E po, Rana nuk po shoh me ande reagim të zotit Kurti dhe të zonjës Gërvalla, si ministre e punëve të jashtme. Dhe mendoj që kjo është e rëndësishme, sepse ta shtrohen disa pyetje këtu. A kemi s'pari diskutim ndër institucional për rreshtimin që u bu? Do thotë se kjo po është rreshtim. Në një situatë ku faktikisht tashmë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në një farë lloj udhkryqi, se çfarë po ndodh në këtë tentim për me ndërtu këtë rend të ri botëror, nëse mund ta quajmë kështu, cilën realisht nuk ka që e din dikush dashta edhe sot askush se çfarë drejtimi ka me marr, nuk është e parëndësishme se çfarë rreshtimi merr një shtet. Dhe e para, do thotë Kosova, edhe kjo udhëheqje politike, nëse flasim veç për udhëheqjen në pushtet, ka pas disa, si të them kështu, oscilime strategjike dhe në ecje e sipër. Oscilime i bjen për shikuesin që s'kupton po aq sa unë? Po, ka pas lëvizje, të themi kështu. Luhatje. Shpërputhshmëri, si ta quaj kështu. Ka qenë kundër marrëveshjes së Washingtonit dhe Dardhanit, domethënë në atë kohë. Zigzake. Po, zigzake atëherë në marrëveshjen e Abdullah Hoxhit, ishte vetë, domethënë, ky binomi Kurti Osmani, i cili ishte kundër atëherë. E ç'kjo është? Çfarë ti më thon? E tash duket që është marrë rreshtuar me politikën e zotit Trump në nivel gjeopolitik. Për shembull, ne kemi pasur që zoti Kurti e ka përkrahur çështjen e Venezuelës, operacionin ndaj Madurës. E përmendi Sadria me drejt çështjen. E përmendi Sadria me drejt çështjen e ambasadës në Jeruzalem. E cila është produkti i marrëveshjes së Washingtonit, po pastaj është megjithatë është përputhje me politikat e BE-s. Përsëri është rreshtim. Tash kemi pas vërejtje. Po, tash po e shohim me bordin e paqes që thot Visari që përsëri është rreshtim. Çka po do të thonë sport? Mu vjen çudi, nuk është e parëndësishme se çfarë qëndrimi ka kryeministri i Kosovës në detyrë, edhe ministri i jashtme, veçanërisht do marr parasysh që jemi Po të qartë. Po jo, po ende nuk kemi, edhe nuk është e parëndësishme se megjithatë kemi të bëjmë me njërin më legjitim politik në Kosovë. Me mas shumë të vota. E dyta që po thotë, ne nuk po, ky vendim nuk është i parëndësishëm, por nuk po shohmi edhe një farë lloj diskutimi paraprak spori me opozitën në Kosovë. Por nuk po as me Tiranën. Sepse megjithatë, a do duhet të kishte vetëm diskutim gjeopolitik dhe diplomatik vetëm Kosova si Kosova, do duhet të kishme pas edhe, themi kështu si komp, nëse konsiderojmë edhe me Shqipërinë. Dhe këtu nuk më shohme. Edhe treta dimensioni diskutimit paraprak që unë pajtona me Visarin që sipas meje është edhe pak si proces i ngutshëm. Se edhe një diskutim që po mungon është a u bë një diskutim edhe me partnerët evropian. Se nuk po shohme që ka shumë, nuk po duket që ka shumë diskutim këtu nga ana e Kosovës, sepse sot e kemi përfaqësuesin e Kosovës në Bruksel, i cili është në kuadër të paradigmës së dialogut Brukselit. Ndërka nga ana tjetër e kemi një rreshtim faktikisht realisht në administratën Trump si leadership të proceseve të nesërme edhe në rajon. Pra tash, diplomacia jonë dhe politika jonë në këtë situatë, a është duhet diskutu seriozisht këtë çështje, sepse po duket që po i marrmi keq nga pak. Pak po shkojmë në Bruksel që në dialog, pak po shkojmë dashta është edhe për shkak të paqartësisë. Nuk o keqe e mund. Po, veç në anën tjetër, nuk po e shohim realisht një qartësi të koordinuar midis udhëheqësve të institucioneve. Nuk po shohim një diskutim politik më të thellë. Për shembull, sepse nuk është pse nuk reagoi Kurti për këtë? A është atë që po tenton ta bëj Roma, si personi vetëm, po tentojnë ta bëjnë dy personalitete në Kosovë si një e vetme? Po që ma burë menje që në fund t'i kime orë me qitë analizë që ta ka bu me shëllit që në të meqëm. I bini në kohë që kime bu, po nuk është. Nëse e shofmi... Po të garantoj që nuk është. Nëse e shofmi, zonja Osmani është përpjek me portretizu vetëm, vazhdimisht sikur njëri e cila është më afërt me politikën amerikane. Apo ta kujtoj të karotën